Si thoni, a ekziston ëngjëll i mbrojtës? Pra ai ëngjëlli ku thuhet që kemi një ëngjëll dhe na mbron. A ekziston? Tani dëgjojeni këtë histori. Na e tregon një shoqja jon që gjendet këtu mes nesh. Dhe në fund pastaj do t'ju tregoj se çfarë mendimi kam unë dhe do të dëshiroja njëkohësisht çfarë mendimi keni ju. Si gjithmonë, kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Kjo motra jon, shoqja jon, është e martuar, mirë po, ajo na tregon një histori tepër të veçantë. Nuk isha dëgjuar një histori të ngjashme si kjo dhe doja t'ju tregoja ashtu siç ma ka shkruar. Ka lindur viti 1986 dhe ajo që e re, që kur ishte 15 vjeçe, kishte disa vëgime. Mirë po, ajo që bënte më shumë përshtypje ishte shumë e lidhur me hënën. Sikur hëna t'i jepte informacione. Pra, nuk është se hëna jepte informacione, por i dukej asaj sikur hëna ishte diçka ndryshe nga normalja. Deri në moshën 15 vjeçare, zakonisht ne bëjmë fëmirin, me fjalë sillemi si të mitur dhe si fëmijë, por pas moshës 15 vjeç fillojmë dhe ndërgjegjësohemi. Në fakt, ato që femrat e kanë pak më përpara, pra në moshën 15, por meshkujt pak më vonë, nga mosha 20-25. Dhe po thoshe që kjo kishte këtë interakcion me hënën. Një mbrëmje, si tregon, ishte vetëm, po kthehej në shtëpi dhe shikon hënën. Hëna, si që tregon, ishte si drapër, pra ishte në formën e ngrënë, po thuaj. Dhe po dukej sikur ishte e acaruar hëna. Dhe nuk e kisha parë, thot ajo, si më përpara në këtë formë, me fjalë sikur të më tingëllonte fort brenda meje. Prisje, sepse ka surpriza. Shkova, tha, u ktheva në shtëpi, tha, e terrorizuar, tha, ty për aty, se më duke sikur po më fliste me gjithmonë. Nuk ja tregova skujt, tha, unë këto, po i tregoj, tha, vetëm tani, me ty, tha, dhe burri tim, tha, që e di. Dhe shkova në shtëpi, çdo gjë në rregull, thash, falë Zotit, jam shpëtova. Mirë po atë natë, më del dikush në ëndër. Nuk ishte me fytyrë, nuk dukej fytyra, por vetëm një dritë e bardhë. Një dritë e bardhë ku më dukej sikur ishte ditë dhe isha ulur, thot, me fjalë në verandën e shtëpisë, dhe poshtë ishte vetëm qiell, me fjalë në qiell që duket vetëm qielli pas. Dhe mu në cep të kësaj, pra të qiellit dhe të shtëpisë, ishte kjo dritë e fortë. Dhe sikur kjo dritë më fliste, gjithmonë në ëndër. Dhe më tha, ti duhet të kesh kujdes, sepse je shumë e hallakatur. Dhe kështu si po vazhdon me fjalë, mund të psosh diçka. Dhe ky ishte momenti i parë, thot. Pastaj me kalimin e kohës më doli edhe një herë akoma, dhe një herë, dhe ishin momente të ndryshme që unë nuk i kushtova shumë rëndësi, tha, sepse nuk kishte pse t'i kushtoja rëndësi për momentin, nuk ishin kaq lucidi, me fjalë i sonji, me fjalë ëndrat nuk ishin kaq të drejt për drejta, por ishin pak tërthorazi, sepse jo tërthorazi, por sikur t'ishin të vagta. Dhe mirë po më mbeti në mendje, tha, kur më tha diçka, ti do psosh një aksident. Dhe më tha edhe vitin se kur do psoj aksident. Nuk më tha datën, sepse me sa kuptova, më tha më vonë pastaj, tha, kur u bë aksidenti, që më tha që unë e dija që do dilje, me fjalë do bëj aksident dhe duhet të kesh kujdes, por nuk mund të them data që ti të mos të sepse të shqetëson, me kalimin e kohës të shqetëson. Dhe kjo nuk tregoj, me fjalë nuk tregoj familjes, nuk i tregoj askujt për këtë vëgim. Si përfundim, atë vit, ajo kishin kaluar vite, nuk ishte më 15 vjeçe. Me sa kuptova, kishin kaluar 6-7 vjetë. I gjendej në makinë. Në makinë ishte bashkë me më shumë vite më duket kanë kaluar. Nuk e mbaj mend sepse ishte koha që kishin ikur nga Shqipëria dhe kur u gjendë në makinë me të tjerë, pra ishin të gjithë, ishin 6 në makinë, kishin qenë në një lokal.
Dhe keni parasysh si ulen njëri mbi tjetrin, duke lozur, çuna të rinj, rinia. Dhe një shoqe saj ishte ulur tek një shok, njiheshin që të gjithë prej vitesh, por kishin shkuar në këtë lokale dhe ishin të gëzuar. Ikin me makinë dhe psojnë, vrit me fjalë bien në një vend dhe ky thot ajo është një rast që u fol dhe nëpër gazeta dhe vdiqen që të gjithë. Me fjalë të gjithë ata që gjendeshin në makinë vdiqen. Unë, thot ajo, nuk e di se si, unë u gjenda jashtë makinës. Nuk mbaj mend thot asgjë. Mbaj mend thot që u futëm në makinë, gjatë rrugës nuk mbaj mend asgjë. Mbaj mend thot vetëm që isha jashtë makinës. Me fjalë, isha larg makinës, rreth 4 metra, 5 metra larg, dhe isha mbi disa zeje, sepse makina ra në përgur, nga një lartësi, nuk diskutohet. Dhe aty thot ishte momenti i parë që mora seriozisht atë vëgim që kisha. Dhe nga i moment filloja të kuptoja. Mirë po, pikrisht nga i moment, fillonte që të më jepte informacione sa më të shumta. Dhe unë mendoj, thot ajo, që është ëngjëlli im që më ruan. Sepse nuk ka një zgjidhje tjetër. Unë nuk e shoh, thot ajo, nuk e di se kush është, vetëm më jep informacione. Ka ndodhur dhe herë të tjera, thot. Shumë gjëra që kanë ndodhur në jetën time, për vllajin tim, thot, kur vdiq, përpara se të vdiste babai im, përpara se të ndodhte të martohesha, kur njoha dikë tjetër, kisha probleme etj. Pra çdo gjë që unë kam bërë, thot, sikur të me fjalë më paralajmëron. Më paralajmëron që unë të përgatitem psikologjikisht, por nuk mi thot me emra, me data, me gjëra. Dhe unë jam e ndërgjegjshme, thotë, që këto, duke i parë në ëndra, më duken krejt normale. Pra nuk janë fantazira, thotë, por është real, kjo që po të them. Por, çfarë ndodhi? Më vonë, thotë ajo, kaluan disa vite, unë martova, lindëm fëmijë, bile ndodhi një aksident njerë që më ishte paralajmëruar para kohe, dhe i thash, me fjalë atë ditë, thot ajo, nuk i thash burrit që mos të shkonte në punë, dhe ai nuk shkoi në punë. Kam qarë gjithë natën, thot ajo, që kur u zgjova, deri në mëngjes, kam qarë gjithë natën, dhe i thoshja burrit, ti nuk do shkosh, ai thoshte, po mos e vrit mendin, mos duhet iki. Dhe u grindëm derisa unë nuk doja, thot, sepse e kapja nga pantallonat, me fjalë, ai sikur të më të riqte zvarr, kaq shumë, me fjalë, u grindëm atë mëngjes. Si përfundim ai tha, po mirë, tha, ai do rri, tha, dhe nuk iku. Nuk iku, gjej një mënyrë, i thashta, bëri gjëja sikur ishte i sëmurë, edhe kështu që nuk shkoi. Pikërisht atë ditë, ra zjarr te kapanoni ku ai punonte. Punonte në një punishte, kishte kartona dhe gjëra të tilla kështu, ra zjarri dhe një kolegu i tij vdiq, të tjerët u plagosën etj. Me fjalë, edhe në këtë ajo kishte një informacion më përpara. Një tjetër fakt ka ndodhur që unë doja të ndaja me ju, sepse ka bërë përshtypje edhe mua. Më shkrua, thot që kushdo qoftë kjo qenie apo ai kontakt që kam, thot, gjatë gjumit, më ka thënë që ti do pësosh një tjetër aksident shumë më të madh se sa ai, shumë më të rëndë se sa ai që me fjalë kur vdiqën të gjithë. Dhe edhe kësaj here do shpëtosh. Bile, më ka thënë, thot, edhe një gjë tjetër. Unë, thot, nuk kam frikë, thot. E di që do dale gjallë. Por ajo që më ka ndodhur, ajo që më bën më shumë përshtypje, thot, më ka thënë se kur unë nuk do jetoj më, sepse ti e ke jetën të gjatë dhe unë jam pas teje. Dhe më ka thënë, thot, datë, thot, që nuk mund ta them, thot, se më ka ndaluar që ta them, por nuk është tani, thot. Është shumë, shumë vonë. Kështu që unë e di, thot, që do psoj një aksident. Po të shkruaj këtë email, thot, që ti, kur të vi momenti i aksidentit, do të jap të dokumentuar që është bërë një aksident dhe unë jam gjallë, ende. Tani, e di që për ju ndoshta duket fantazi, por unë shpresoj që mos ndodh asgjë, por nga ana tjetër më shtyn që të mendoj, them, do që mund të jetë e vërtet kjo, dhe pse jo të më dërgoj dhe të na dërgoj një fakt të tillë, do isha kurioz. Bile do mundohesha që të bëja një dokumentar ose një film dokumentar në qoftë se do të realizohet, më doli nga goja.
mos u realizoft kur, por thoshe nëse do ndodh një gjë e tillë, me fjalë do dëshiroja që ta bëja edhe dokumentar. Megjithatë, nëse keni patur, çfarë rastesh keni patur ju me një të quajtur një ëngjëll që ju mbron? A keni patur raste dhe çfarë? Unë e njoh në familje, unë do të them siç e kam përsëritur edhe një herë këtë, një kushëria ime e parë, që ajo ka shpëtuar disa herë. Bile një herë kur ishte shumë e re, ka qenë 13-14 vjeçe, mos e gaboj 15 vjeçe, ra nga një lartësi, ishte në shkallë dhe thot gjysmë metër ose 20 cm nga toka, thot unë ndëjta në ajër, sikur dikush thot më mbajti në ajër. Dhe nuk është hera e parë, po ka ndodhur herë të tjera që ajo i ka shpëtuar vdekjes. Tani çfarë mendimi kam unë? Unë them që ka diçka të mbinatyrshme, ka diçka të fortë, por tani për ëngjëllin nuk e di. Nuk di, ndaj doja t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë. Nëse keni patur raste të tilla, më shkruani ose i shkruani këtu në koment. Që të informohemi mes nesh. Faleminderit.